Loris Qose, nxënës në Cerrik, fitues i medaljes së artë në Olimpiadën Botërore të Matematikës në Orlando të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe fitues i medaljes së bronzit në të njëjtën Olimpiadë po në Orlando të Shtetet Bashkuara të Amerikës. 321 pjesëmarrës nga 21 vende të botës, kampion bote në matematikë, një shqiptar i bërë viral në të gjithë rrjetet sociale në Shqipëri dhe botë, së bashku me mësuesen e tij. Loris, si e mori çmimin? Shumë mund edhe Sa orë në ditë punon? 8 orë në ditë. 8 orë në ditë, çdo ditë matematik. Mësuese, kur e morë vesh që Loris ishte talent? Në klasë 6. Dhe keni fituar shumë çmime në Shqipëri, në Olimpiada rajonale, derisa mbritët në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kishe emocion në Amerikë? Shumë. Po emocionova shumë. Isha vetë një shqiptare atë që mbështesej Lorisin dhe kur po prisnin çmimin e parë, o do ishin parë, o do ishin të fundit. O të parë do të fundit. O të parë. Dhe kur dolët paret? Po dham gjithë çmimet dhe ne s'na doli emri. Tani o do ishin parë të fundit, o do ishin nga fundi. Edhe çfarë ndodhi? Emocioni pa parë. Kampion bote në matematikë, fitues i medaljes së artë, ja medalje artë matematikë, ja medalje e bronzit në kimi, 8 orë në ditë punon, është absolutisht për të përgëzuar. Një pjesë penzimeve të udhëtimit i pagoi familja, një pjesë i ka paguar mësuesja vetë dhe një pjesë bashkia e Cerrikut. Në fund ja ka dalë një duartrokitje për të gjithë ata. Suksese shumë. Suksese mësuesve, faleminderit për të gjithë.